Hetimet për arsenalin e armëve të kapura një javë më parë në Tiranë i kalojnë prokurorisë së posaçme. Policia dyshon se armët e gjetura në një furgon në rrugën Myslimshyri i përkasin një grupi kriminal. Policia e Tiranës ka referuar në SPAK hetimin lidhur me arsenalin prej 23 armësh të zbuluar të martën e javës së shkuar në një furgon të parkuar në rrugën Myslimshyri në kryeqytet. Burime pranë grupit hetimor i than televizionit Klan se çështja i është kaluar prokurorisë së posaçme pas dyshimeve se armët u përkasin një grupi kriminal. Dyshimet e hetuesve janë se arsenali i përket grupit të Aurel Hoxhës, i shpallur në kërkim nga SPAK si porositës dhe organizatori i vrasjes së Klevis Leçit në vitin 2020 për hakmarrje. Ngjarje kjo e zbardhur fal zbërthimit të komunikimeve në Deri në këtë fazë të hetimit, policia ka vënë në pranga 34 vjeçarin Euger Cino, në emrin e të cilit ishte pronësia e furgonit ku u zbuluan armët. I riu më herët kishte punuar në lokalin Monopol Lounge në pronësitë Aurel Hoxhës, fare pranë vendit ku u gjet furgoni me arsenalin e armëve. Përpara hetuesve ai ka mohuar të ketë lidhje me to, teksa nuk ka pranuar të jap të dhëna as për vendodhjen e 2 personave të shpallur në kërkim nga policia, po për arsenalin. Armët në fjalë janë dërguar për ekzaminim për të parë nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale të mëparshme në vend.